Ja çfarë ndodh me trupin nëse hiqni bulmetin nga dieta juaj. Mendoni të eliminoni qumshtin, djathin, gjalpin dhe produktet e tjera të qumshtit nga dieta juaj. Nuk jeni të vetmit. Arsyet e mundshme pse ju ka bërë edhe me humbjen e dietës suaj të këtyre produkteve kanë të bëjnë pse nuk ndjeheni më mirë. Por a mund t'ju ndihmojë vërtet që dieta pa qumësht të ndihmojë në humbjen e peshës, të keni lëkurë të pastër dhe të përgatiteni edhe për një ndryshim rrënjësor? Përgjigjja është e shkurtër dhe ndryshme për të gjithë, dhe kjo për shkak se disa njerëz janë më të ndjeshëm ndaj qumshtit se të tjerët. Megjithatë, nëse doni të hiqni dorë nga bulmeti në dietën tuaj, nuk do ta keni më nivelin e duhur të elementëve ushqyes. Ju do ta keni të lehtë të humbisni peshë, por gjithashtu mund të keni çrregullime të ndryshme të trupit. Bulmeti është pjesë e pandarë, më mirë e reduktoni sesa të mos e konsumoni. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj.